Gjykata kushtetuese shqyrtoi sot kërkesën e ish kryebashkiakut të Tiranës për shfuqizimin e vendimit të qeverisë për shkarkimin e tij nga detyra. Seanca ka nisur në orën 10, teksa i pranishëm është dhe ish kryebashkiaku i Tiranës, Erion Veliaj. Në seancë u shqyrtua dhe dekreti i presidentit Begaj për zgjedhjet në Tiranë, dekreti pezulluar pak javë më parë nga kushtetuesja. Në fjalën e tij, Erion Veliaj tha se u shkarkua se nuk u paraqit në punë, ndërsa shtoi se fyerja më e rëndë erdhi nga bashkëpunëtorët e mi. Ai u ndal dhe te shoqërimi i tij në gjykatë dhe te forcat e shtuara në perimetrin e kushtetueses, duke thënë se ka më shumë polic sot këtu se sa kam avokat. Veliaj vazhdoi me paraqitjen e argumentave kundër vendimit që e ka cilësuar të padrejtë. Bindja ime se drejtësia duhet burojë nga kushtetuta dhe jo nga protagonizmi politik, apo etja për karrierë mbi kurrizë të lirive themelore të qytetarëve, është një bindje e palëkundur. Ato çfarë kushtetuta i mbron, shpresoj që në këtë sallë të thuhen me zë të lartë, të arsyetohen nga ju të nderuar dhe të dëgjohen nga çdo shqiptar që ende beson se ligji duhet të mbrojë, jo të sulmojë pabesisht. Të nderuar gjyqtarë të gjykatës kushtetuese. Në këtë seancë nuk po shqyrtohet një vend pune. Kjo është një seancë historike besoj, që shqyrton vetë demokracinë, shëndetin e demokracisë shqiptare, themelet mbi të cilat qëndron shteti ynë, Republika jonë. Që nga dita kur miratuam Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë dhe pranuam demokracinë si vlerën më të lartë të ushtrimit të pushtetit nga sovran, nga populli pra, nuk isha se si të më fyernin më rënd se kaq. Domethënë ka qenë fyerja më e rëndë e izësime publike dhe këtë thot dikush që ka dëgjuar fyerje dhe legjenda urbane dhe fantazi pafund. Po kjo është fyerja më e rëndë sepse erdhi nga bashkëpunëtorët e mi, nga njerëz që më njohin më mirë se kushdo tjetër dhe që nuk denjuan as të më ftonin, as të më njoftonin, as të më dëgjonin. Zoti i falt. Lutem çdo natë për ta dhe them Zot fali se nuk din ç'kam bërë me atë vendim. Kjo akuzë nuk më lëndon për fjalën dhe shkresat e shkreta që ka prodhuar, por për padrejtësinë që ajo përfaqëson. Siç thot shpreha, two wrongs don't make a right. Dy padrejtësi nuk prodhojnë më shumë drejtësi. Pra, padrejtësia e shkarkimit mbi padrejtësinë e ndalimit dhe të shoqërimit nuk e bën vendin më drejt, prandaj kemi përfunduar në gjykatë kushtetuese sepse padrejtësi mbas padrejtësia nuk prodhua më shumë drejtësi. Sepse të thuash, citoj, Erion Veliaj ka munguar në detyrë, nuk është thjesht cinizëm me këtë tipin që quhet Erion Veliaj. Po është një cinizëm me atë që është e vërteta, çfarë ka ndodhur në këtë vend dhe në këtë qytet, dhe në fakt është një cinizëm me ligjin, me kushtetutën. Mbi të gjitha e thënë nga ata që kanë qenë dëshmitar të rrëmbimit tim nga zyra pas një akuzë, ngjan si një mesazh pasigurie për çdo që nesër mund të shënjestrohet për arsye politike. Ngjan si një mesazh se në këtë vend sundon dëshira dhe vullneti politik, po jo ligji.